Halo Lojtë, hello shoshni, miqasi, sot është ditë e re, na fake e re dhe pashtu I gjoj punë vetës. E kam një printer që e kam dhurat pi burit tem që e falenderojmë për sponsorizimin, pasi që ka vendos ta ketë grua një vajzë IT girl. Ky printer është I markës Epson, seria XP 352. Qyshe pash, se në fillim e kanë shti pak me bo një test për printerin, pasi që është printeri I ri dhe I kanë vendosur ngjyrat. Ato ngjyra, prej që është marrë printeri, jënë ngri. Ngjyrat në printer, nëse rrini kod gati dhe nuk përdoren, ato ngrihen edhe janë jashtë funksionit. Këto janë boksat që përmbajnë ngjyrën. Kam vendosur të modelit Ink 29 XL. Për me funksionu ndrimi I këtyne bllokave të ngjyrës, mas pari duhet me dhez printerin. Printeri duket në këtë formë. Dhezet të kjo pulla këto. Ndrimin e ngjyrave që po du me bëone, zakonisht e gjen këtu te home, edhe e lypni këtë pjesën e settingsit. Unë edhe e para që ta qet është 30 Kthym mbrapa, unë po them që jo, po du mi ndru. Edhe po them që okay, start, japeshen. Kjo vjen në pozicionin e duhur. Edhe për njeven për me punu. Zakonisht këto e kanë një farë suste që tërhiqen. Shumë që shto duken, unë e qëto që ju thash që janë të porositne, veç I kom marë, vetëm qëta e lash pendruse. Më pas çfarë do ngjyre që ta ndroni, e qetë që okay, unë nuk pe njo këtë ngjyrë. Na e prekim, okay, a dëshirin të ta ndroni dhe pa tjetër që unë po du me ndryj pjesa e ngjyrës. Pjesën e prapme të printerit, duhet mi vendos letrat, dikun deri 20-30 letra preferohet, jo ma shumë. Pjesa e skenimit dhe fotokopimit. Do me thënë, hin këtu, përpunohet dhe del informacioni. Këtu funksionet që janë këtu, që shpesheni është me ndreqë rjetin, me shku me fotokopiu diçka, me ndreq fotot, ere këtu nalt, nështë është gabim, po thjesht për testojmë se as vetë nuk e di qysh me vendos. Edhe une po thom që vetëm një kopje për du, edhe po thom që duhet me ngjyra. E kema okej, po thot ta dëshirën e fleta 4 normale, pa tjetër që po, kopje. Që ka që absolut nuk nalna, pe provojmë a printon pa internet. Që ky është kablo që lidh, do me thonë, printerin bashk me laptop. Lidha dhe me njëherë po shkoj po këshyrim apo funksionon pa internet. Pe prekim për me bo print CTRL-P, që shpeshin edhe vetë me njëherë u lidh. Për prekim që vetëm një kopje e dojmë, edhe prekim për rent. Komanda ju ka jep printerit dhe me njëherë printeri e ka marrë komandën. Qështu shoshni, që kjo ke video për sot, edhe ju mundu që paka shumë me tregu edhe për ata që janë të pas vështirësi me kuptu një printer, mi ju tregu ma, do me thonë në mënyrë praktike me pas se qysh funksionon, edhe qysh mund është edhe pa internet me lidh laptopin edhe me fotokopiu me printu sanem. Dhe që jemi të sfidat e radhës.